kam përvoj punë 39 vjeçare edhe pension nuk më marrë. Po jo, unë kam dalë në pension, po tash nuk më japin. 2 vajzat i kanë me master. E para e madhja punon. E dyta domethënë që 10 vite është diplomuar edhe nuk punon. E për atë arsye edhe djali ka mbetë vetëm me shkollë të mesme. Cili është shqetësimi juve? Shqetësimi ma është se për shembull kam përvojë punë 39 vjeçare edhe pension nuk më marrë, aty është çështja. Çka keni punu? Arsimtar i gjuhës. Arsimtar i gjuhës shqipe dhe mendon që nuk je vlerësu sa duhet. Domethënë nuk është çështja tek pensionet, është se me punë 39 vite pas një mungesë. Sa ke prit? Si për shkak? Pensionin që po thon. Po jo, unë kam dalë në pension. Po tash nuk më japin. Domethënë nuk e ke vlerësuar kushtin 15 vjet. Edhe unë për 84-s kam filluar me punu. A ka qenë? Po ka qenë. Edhe tash pashke po tjetër përveç shërbimit të shtarak atëherë në Jugosllavinë. Edhe kam thonë s'po ta kam. Njerë më kanë thonë që shërbimi llogaritet, domethënë aty 11 muaj e gjysmë i kam pas vënë. Po, pastaj thanë nuk llogaritet. A ka qenë puna e parë? A mon mend cila ka qenë puna e parë? A ka qenë kjo arsimtar? Ja, arsimit prej vitit 1984 për kur pa punë tjetër. Po, ta ke qenë ajara, ose a ki dikën grupat? Jo, kështu nga familja ngushtë jo. Jo, ne jemi 5 anëtar. Do të thonë ne djalë kanë vajë këtu punon ndihmë. Se ka zgjodhur me shku grupetin. Jo, ai ri është. Nëse son bashiri, po pse po shkojmë vendin të rit ka shumë. Për shkak të situatës, për shkak që për shkak të punës. Se për shembull tash pasi që është edhe kjo temë, e që ka mjaft e mirë, po them se një vajza parë se unë 2 vajzat i kanë me master. E para e madhja punon, është në gjimnaz, Corrikës këtu. E dyta domethënë që 10 vite është diplomuar gjuhën angleze, ka fakultetin 4 vjeçar në Prizren e ka të kryer. Edhe masterin e ka diçka menaxhimi në arsim, diçka kështu. Edhe nuk punon. E për atë arsye edhe djali ka mbetë vetëm me shkollë të mesme. A mendon që do të pas mjaftshëm për me i dikon në punë? 1000%. Se ki qenë me diplom, po nuk kanë mujtë me u punësu, e një pa diplom pa kërgjë. Ose me ju për 7 partive. Do të që politik rejt edhe me të njëfshë. O politizu gjithë që ka është politizu. Që pas ka ndodhë dhe ty. E sa me ndonjë tash një tem tjetër që ka humbë respektin në kohën e sotme. Sa i ka humbë lira respektin? Respektin ka humbë edhe fort. Do në gjdo formë. Tash s'po të respektën kush. Apo ka interes ma shumë? Pa, ka jetë çështje interesit. Ka jetë çështje interesit ndryshme është. Nëse për shembull interesi është, nëse mban ti vota, për shembull, atëherë ke pas përparësi dikon. Pa marrë parasysh cilla parti, tash mos të shkojmë nga ajo. Falenderoj shumë që gjete ku mendon me ne. Sa përse? Falem bukur. Se di vëllo, na djam normal do të më bëj më shumë njerë për nonën. E tani gruja vjen e dyta. Qëra vëllo, na jena mësu më të thuj zamra nën stop, kështu që ti mashkulli be kupton qysh, veç për nonë do të mero, për të tërkon jo hiç. A mu je burr kur nuk shkon me femra tjera. Edhe lufton me veten tënde, për me mri dikon, për me mri për familjen tënde. Se i thash mos me munu, mos me ec, gratë do të milion mos me munu, vëllo. Qysh me të zëni sto femra që ka shlet be vëllo? O vëllo, po ta shkruaj ke Zoti, s'ka, po ta shkruaj ke Zoti dhe u kryma. Mu ma kalon amanet një grua e moçme, femrat e 5 tha po ka bën mi mon. I ka ma të bukur ata mo, edhe dreqin e ka ma të bukur. Mirë dhe? Mirë që që zotin. Une... E ja, farë muzike, më në fardi. Me artë? Jo be asart. Qka? Pa po duk në artista? Paka shumë. Jo be farë. Qka mirë është lo? Infermiari për gjithë që mjo lo. Infermiari për gjithë? Me dashni që e ki punë të kalzëm? Me dashni? Ku morë të me gjetë një. Pse i koj ti? I Gilonit. I Gilonit. Dhe me thonë një orë të fari kësh me gjithë femuna? Vesh me gjithë femuna. A mujtë me gjithë, halo? Po, shumë lato lo. Qysh lo?
Qysh me të zëni së femna që i ka shlet be vllai. O vlla, po ta shkruaj ke Zoti, s'ka, po ta shkruaj ke Zoti dhe u kry më. Do të thonë femnën e ki Suarezës. Femnën e kom të Sarekës, A veç për to orë ta? veç për ta. Shumë i sinqert vlla. E pse vetë që tash këto momente? Se i thash mos me munu, mos me ec, gratë do të milion mos me munu, Po, valla. do të thonë, tash ti me shkuja me të pritën e poshtë, a? Po, normal, unë edhe do të me ec. Me hec, ku i do shku ti tash kallzon? Tash jam të shku në Gilan. Gilan. Tregom që sa ku jemi to? 2 muaj 3. Që 2 muaj, kallzom sa e don Allah. Se di vlla, s'ka njësi matë se dashuria. S'ka një si motse. S'mund është ti me një, me du shumë, amo alo se di sa o bash sakt. Tregom çka jeni në gjendje me bu për to. Se di vlla, na djam normal do të me bu ma shumë njerë për nonën, e tani gruaja vjen e dyta. E sa më bëj se djem për nonën. Se di aty si jam kërkushi për me fol. S'moj me thonë aty, s'ka përgjigje. Tregom valla ç'jeni njoftu? Në rrjetet sociale. A të shkrujt e i shkruve? Të do të ka vakt. 50-50. Se të ka mora i pore atë mesazhin e pore. Hej. Ja, që isha Të nga? ka mora atë mesazhin e pore që ka shkruaj hej. Aha, nejse unë. Ti. Tregom valla, të pëlqej kur e po herën e por. Po me përvoj, tani do sana adin të i këshyrë në bos shikime, në bos sana vlo se dush adin me ditë sakt, so që i shtek na, djem që përvomi e dimi so mujna mu djeg, mirë në bos shikimit është nice. Tregom qysh e thirr? Loqk, Luç. Tjetër? zamën, Tjetër? ja s'di mo. Veç mos bëjmë kësi beb, ama mos e thirr beb rastisht. Ja, baby, ose jam Prishtinalinë, o lok, Glanxhia mëne. Pse po thuaj për të thirrën gruan ose femrën beba? Po, ata ma intelektuali jem. She. Po, Prishtinalitën ma Për intelektuali. shembull, Luç që thirrën këta të pejes. Ja, me pejan s'di, valla. S'du me marr, mu ma kalon amanet një grua e moqme, femnat e pejes tha, po ka bën mi marr. Pse? Tash vet në ato. Se Do di fana më të bukur e ka peja. I ka ma të bukur ata mo, edhe dreqin e ka ma të bukur. Po, Pse? ku e di, ato e din. Ku e di, unë Ai sprovon më në femën të pejes, Allah që po ful. Ja, jo, veç me të nime. E po. Jum tu, Pa, t'losë më gëzu me shku ashte, ja, zvon. Pa provu mos fal Allah. Mos fal me të nime. Ja, Tregom valla, ai në gjendje, për shembull, qysh e se nëse sot çfarë që kisha po dorë për dorë me dikon tjetër. Kan. Që të femrën që kish tash. Po, Qysh e nis nëse kisha pas dorë për dorë me gjallë tjetër, do të kaloj sli para fytyrës. A do të kisha ndimu pa merak. qëra lona, jena mësu më të thuj zamra non stop, kështu që zbesoj që diçka. Do me thonë, djali, zbë më lëshu ka shumë mu jep, abe dhe qysh. S'kish ti mashkulli, abe kupton qysh, veç për non do të mero, për të tërkon jo, heq, u kry. Më përmend sto, jena mësuar na koll zamrën, ato ka koll zamrën e herë valla. Non stop për çdo ditë që 24 vjet. Që 24 vjet. Çdo ditë. Çdo ditë. So famën e kiposi valla. Ja, vllon, s'provoj ashtu, s'folin ashtu, unë veç që të, që kjo është ka fol. Qysh po të thejt zamra valla kallzon. Qysh kush ta kolli kit zamrë burr. Kërkushi se koll, po zoti Qysh ka do shkruaj që ashtu vllon. Pikuj, pjesëllas famën çka bune që do thy zamra, ose çka bune ajo që do thy zamra. Qëre vlla ti sot shembull femrat kanë qef me pos shok. Kur normal që na i lojmë, na nuk jena bash ashtu katonor, po kur ta jep në ndjesin që nuk bën me lon se e nje ti mirë se çka është, a be kupton qysh, nuk t'jep siguri, nuk mund është ti me lon bash ashtu. Na intelektual jena, a be kupton qysh, po femrat sot po lypin shumë kishëm thojza intelektuale me qenë, ose mu konë nasi evropian, a kënena tani me shku me 100. Tani thojnë jo dhe jo djemt ju për shkoni me 100, a pe kupton qysh. Amo nuk është bash e njëjti sen, a pe kupton qysh. Vllazko me Se sofa. femra me emocionet rrethën. E djemt, viç haj. Djem vlo, nashta ta njëtën ke hek, komedishat ka ronë me naj farë skene 11 vjetë kur i ke pos senet keq, qatë keq t'in këshyrë me shku me hek, na i konëse një diçka, amo je burë kur nuk shkon me femra tjera. Edhe lufton me vetën tonde, për me mri dikon, për me mri për familjen tonde. E jo për femra me prish kejt familjen. Tregom sa ka djemt që strahtoj ditë sotit, që strahtoj. Ka shumë vlo, ka shumë. Ka që shumë, trathoj? po kjo punë është zoti që ta shkruan vlo, ti sonik, sa sprovoj, a e kupton? Thaj që ka famra që shkoj me kaiqin. Ty atë ka sprovu zotit në herë që ka folë edhe më dy po dhe me në gjallë tjetër. Qëre femnën, s'unë gjenti kur me dikon, sa e kur do me mojt më shefte e mon vlo. Ti bënu rriqen në gjithu, s'ka sen, a e kupton? Nuk bën me mojt në stres, a e kupton qysh? Shambull që tash një teme po ta, shambull 17 vjet, 18 vjet i ka nej, do me thonë babës strikt, se baba të rejnë strikt, edhe normal, halal i ku. Se sot qikat në ditë Saudit me linë, normal shtire ka jarhoni. A e kupton qysh se tash po dalin më kejt pesheti mon si në TikTok edhe kejt kështu veç a ka fama, ka lek, u kry mo tjera sen, a vetin nuk i interesojnë ma shumë sa ka këtu. A veti qysh, e që kjo është.
Allah shka respekt rujt zoti. Faleminderit Po se lall e për të mirë. E unë lavëç për çef, normal merr morrën njëra, kur të posh, tash nolla se në mem keron TikTok disa herë dhe të kom po që i kulturueshëm edhe tamam njerëzit i merr shumë mirë në pyetje dhe nuk ishte në muni shumë siklet. Ja den ata. Allah shpëtoi zoti. Kalar mirë, respekt, mos e lall. Për të mirë, respekt.